edhe e kisha veç me një centoshin isha, edhe një shok tjetër e merrsha mas vetë. Edhe për veshëm na 2 setra të njëjta, 2 shpjethojnë, setra, okej. Sako? Sako. E kryetëm darsmen, përformova anë e mirë shumë, tashën e për veshi, sakon, e ka vesh edhe ai tjetri, edhe po vjen dasmuri, nuk po vjetë unë, po shkon ta i shuku, po janë, bravo e ke kallë darsmen. Pja përna, jo, si më konën e që këtë tjetë. Këti shkoj zonja. E ka pas shumë raste që të na i diskutoj shumë mas darsmes keshëm e ato. Kaluse. Ka shumë raste shumë papritën a që të ndodhin? Shumë. Për shembull me tekstet është një prej sfidave më të mëdha, Po ka shumë raste me tekste, se ti je tu përformu diçka. Vjen një dasmurës, një diçka, ta bjen një urim, një përshëndetje dhe të folën vesh të kohën, ti to kënu, ti mundesh edhe me harru ose me ngatru tekstin, ja do të më nal me ngu këta çka po të thot. Po janë gjëra që ndodhin këtu në live, gjithçka lejohet. Jo bash gjithçka, po çto sanet e vogla. Rinora, ka qenë më mirë ajo forma kur i bishin me letra të shkruara kështu urime dhe përshëndetje edhe konga në fund. Ka pas shumë raste që e merr e shkruan në pallum, edhe shkon veç ta lën urimin ose në letër. Nuk mundesh me lexu shkrimin, po s'mundesh. O, këtho, qa ke shkru? A pranohen urimet edhe përshëndetjet pa bakshish apo jo? Tonë nuk ka rëndësi. Nëse dasmurim thëtë Rinar, nuk po du urime dhe përshëndetje në darsëm, për mund, veç e lejmëraj në fillim darsmës, nuk ka urime, nuk ka përshëndetje, e kena për zotit darsmës obligim ose detyrim me vazhdu pa urime pa përshëndetje, edhe nuk ka të lashtën. Megjithatë, a ka dikush që del atje ndonjë hagja, ndonjë hall që prapë thyen rregullin e dasmurit? Po normal që del dikush, po mundohem pak me afru këto sene, mos me ilan me eskalu situata ose marrë dirit e një problem ose një mos marrëveshje mes familjarëve ose mes muzikës, a i këtu. So në gjithë herë ju thëmë grupit edhe krejt me këndë qëtëri. Me një darsëm këshyret qifti edhe muzika. Do me thonë krejt që ata dasmurë që vinë që aty shkojnë për qatë qift edhe kush kënej. Ose çfarë atmosfere boni, tash ti du të me konë shumë serios, du të me konë se njëri veç njerë martohet, ka që martohen, ka 2-3 herë, po aje bën veç një herë, dasmë, edhe du të me adhon hakun kur thojmë. A të ka ndodhë të njerë me këndu të dikur që është martu 2 herë? Jo, nuk më ka ndodhë, po ka ndodhë që u anullu darsma, edhe më ka thonë dasmuri Rinar, u anullu darsma, s'ka e jetë, okej, në regull, do të citë, kaluse. Që është ndihesh ti si këngëtar? Po mu vjen ashta pak keq, po një farë mënyre, s'kam çka me bon, ma hup një datë, nuk bëhat nami. Kopari u kry? Po ja kthejbre edhe atë kopar, s'është problem, se kam të lash. Se ke pas asnjëherë pjesë diskutimit me këta? S'është problem.